Pse disa shqipfolës dhe disa serb thonë për ty që ke qenë serb? Dëgjoni këtu fëmijë, në kohën time shkja nuk ekzistonte. Emrat e familjarëve të mi janë emra fetar të krishterë, jo emra slav. Shqiptarët e përqafuan krishterimin para serbëve. Kështu që ata që mendojnë se unë jam slav, janë tradhtar. Por ju bitë e mi duhet ta ruani historinë tuaj. Pero ju, ne dim të vërtet, dhe ne do ta mbrojmë historinë tonë deri në fund. Mirë, bitë e mi. Dhe mos harroni, unë i dua të gjithë shqiptarët musliman dhe të krishterë. Ju duhet ta duani njëri tjetrin dhe s'duhet të përqaheni kurrë. A e di se dhe greket thonë që ju keni qenë grek? Aha, ju lutem mos flisni marzira. Në kohën time nuk dëgjonte njeri për grekët, ata nuk ishin aty. Madje tokat tona shtrieshin deri në Selanik, në Malin Athos ku ndodhet manastiri. Familjes tënde? Po, aty janë e varrosur babai dhe velaim. Ai manastir ka qenë shqiptare në tokë shqiptare, por tani e kanë kthyer në manastir serb. Për këtë arsye mua më bëjnë një herë serb, një herë grek, sepse historia është ndryshuar.